Kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin. Këto bisedat që janë në backstage, me thënë drejtën, janë më zjarrta. I thojmë kështu pa dorza. Po, duhet një podcast brenda podcastit. Vesa po thoje? Po thoja. Se kishit një varr plani për një reels, po, dhe më thatë hin mes Gjibanit dhe Lejt dhe thash jo, thash nuk du me hinë mes shifteve se ka ndodhë qështu njerë pa dashtur me hi, më kanë fut vet. Edhe me të bishti. Ajo situata që dim të gjithë. Ajo situata që dim të gjithë, po. Ajo situata po, që më zorën për qatë punë, po. Kështu që nuk ka kur gjotë vërtet për atë, veç më zorën për qatë punë nuk e di. Si ke marrëdhënien sot? Me Romeon, ja okay? Me Romeon gjithë jem konë mirë, kam raporte me gjithë njerëzore, po, kam raporte shumë njerëzore, i kom sheshu gjana, ato i kom lonë senet mrana bigut, këm dojë jashtë me krejt flas, me krejt jem shumë mirë, me nisën flas para me nota, shune që ju më shty ma shumë të atë, e kam shoqe shumë mirë dash. Nice, do më thënë jashtë janë të tjera situata. Kërejt tjera relata edhe, i na konë kushte ndryshe të izolimit këto. Ta bëjun atë pyetin që dohet bëjë që pare dhe pastaj ma prend. Jam mësuar që më refuzojnë femrat, është i shko. Kur je në Big Brother, jemi dakord gjithë që duke ndër me njerëz tërkohës aty do një e meri natë. Nuk e shikon dot. Ose bie shumë në dashuri. Unë jam te Mua s'm ka ndodhur. Unë jam te natë, e meri natë nuk e shikon dot. Edhe jashtë është okay, se e ke natë ikën, nuk e takon më, po në Big Brother e ke natë zjesh dhe e gjen edhe me gjumit. Po. Si si ndjenja është ndjenja ma keqe mu kanë ra me najt një javë para se më bë 3 muj në Big, edhe është tortur psiqike kur qohësh edhe fle me personin, e frymon me një dhomë, e ha me një njëtën sofër, është tortur psiqike. Imagjino dhe të gërrasje i personin. Jo se kom pas ofër. Okay. E kom pas pak më largu, ka najtë dera. Nuk e dëgjonte dhe shumë. Me ty Gjibo, si është kjo situata? Ishte fiks tortur mendore, kjo gjëja, ti është në një ambient, unë shoqërisht zotit kisha shumë, nuk kisha vetëm një. Që si duroja do. Nga që ishin shumë e bëra sinonim të qenit në Big me të pasurit afër njerëz cilët nuk pëlqejnë, nuk e duan. Tani si ke marrëdhënie të Vesa i pas ka sheshuar disi? Jo disi po e kam sheshuar. Me ata që tani si kam marrëdhënie janë 3 kategori. Janë kategoria që i kanë pas marrëdhëniet të mira dhe të këqija sipas rastit. Po, sipas rastit dhe me të cilët akoma vazhdoj flas. Janë kategoria e atyre që si kam pas marrëdhënie të mira dhe thjesht i kam lënë ashtu, nuk është se si munduar të rregullosh. E atyre që kam dashur të kem marrëdhënie shumë të mira, i kam pas shumë të këqija, e tani nuk kam marrëdhënie fare. Kuptuam. Gjithsesi, Big Brother në fakt është duke u bërë gati, le të themi, për të filluar, nëse do t'ju jepë një propozim apo një mundësi për të rikthyer edhe një herë për ta provuar si eksperiencë. Duke qenë se vini të dy, jeni bërë bashkë në një projekt muzikor, po faktikisht domethënë ka lidhje edhe Bigu në këtë mes, se keni qenë në 2 edicione shumë të rëndësishme, kështu që si do ta shihni si mundsi? Ka Bigu, më fal, absolutisht ka Bigu lidhje sepse edhe njeriu që na bëri bashkë, është i Bigut fituesi, po. Duke qenë se është i Bigut, të paktën arbri mu shumë ka approach, shumë është afruar në mënyrën që shikon të kuptoj edhe të emocionet e forta, intensive që ke kur i përgjigjesh disa njerëzve që përgjigjesh publik me mënyrën që u përgjigjesh. Kështu që Bigu se s'bën ka të bëjë. Bigu është elefanti në dhomë, do bënim kot sikur nuk ekziston. Po për t'ju përgjigj pyetjes tani Vesa, do ta riprovoj edhe një herë si eksperiencë. Ma mirë kisha provuar edhe një herë kur më kanë nxjerr, më rifut prap, që ka provuar edhe Gjibani, ja ka njëjtë një mundësi. Por nuk isha rikthy më kështu me bo edhe një herë si eksperiencë. Unë jam një tip që eksperimentoj shumë, edhe kam qef me provu ujra që si kam provu ma parë, mos me met pik kur gjo. E kam provu Bigun, mu ka hek në themin kosovar që zhigi, dhe me ka jo dëshira, edhe tash nuk e kam në i farë ëndje për me hi prap. E kam provu që është. Edhe nëse do ishte All Stars, nuk do futeshe? E kisha menu, po me ca kushte të mira. Unë mendoj po.
sepse në të vërtetë mua më ke pëlqyer dhe nuk arrite me aq sa të njohun të tregosh 110% Jo, s'kam tregu as pak çka kanë mujt me nxjerr produksionin për meje kur gjos s'kam tregu. Unë mendoj që të duhet dhe te All Stars mbase jo një herë të dytë, po në All Stars të kesh një comeback. Po për me tregu që ato që ka Vesa, që shumë një te personalisht edhe shumë njerëz tjerë që ma kanë thonë nuk jeti që ajo që ke kallëzuar aty. Duhet më bashkëpunu edhe produksioni me ty edhe a di më ta nxjerrëm pak edhe atë humorin edhe a di me të boka njerë edhe palasho edhe me edhe ajo situata që ti pastaj fillojnë debatet edhe nuk e kupton kur jenë humor edhe kur unë kam qenë me një farë bigu ku rrallë herë ka pas humor, domethënë banorët ka drejtën po krejt kohën çdo se këta edhe kanë qeshur edhe s'ka pas kur hapësir me qesh. Mersha me knu diçka ma përgjën stop na çave vesh. Ata ndërkohë ishin të bërtit. Po, ndërkohë ishin të bërtit për vete me të i dal gërmazi jashtë, duke bërtit për pse se lave enën a ku e diu në kot. Do më thonë kështu, ka shku. Gjivan, ti do e provoje? Unë do gënjej. Nëse do thëje jo? Do gënjej nëse do thëje jo. Unë gatrove. Ja, do gënjej nëse do thëja jo, që nuk do ta provoja. Vërteta është që deri momentin që do ta shikoja që po ndodhi së happening i çdo herë, normal që do thoja jo, pastaj në fund do thoja aman të lutem. Ja, sa kam thënë asnjëherë, aman të lutem, s'kam asnjëherë unë. Po pra si gjë, aman të lutem. Po aman të lutem. Jo, unë ja. Aman të lutem se më bëran follow. Enzori. Gjithë se ke Berlin unfollow. 2 herë ma ka bërë. 2 herë. Jo Sa po ndodh më mes jush? Hajde, hapuni. Unë kur më pëlqen shumë dikush, prekem më lehtë. Edhe diçka do këtë ndodhë, s'maj me në tani që ka qenë puna. Në Turqi, se që ndodhë me jo? Aha. Po pse ja hape juni? Po ja një herë, ja për shembull, më morën të pushime on top, e nuk më transmetuan. Humba gjithë ato ditë nga jeta ime. Ama se pushime bëre një videoklip. Jo, pushimet i bëj sikur du unë, nuk i bëj me detyrim për caktim. Okej, në rregull. Okej, në rregull, bëra pushime. Bëre edhe videoklip të bukur tash me tjerë. Nuk më transmetuan. Ideja është që ne nuk jemi pronar që i caktojmë kur transmeton ose nuk transmetohen. Domethënë ti jo, nuk zgjem. Mund të kish bërë ndaj gjë të nxituar edhe As gjë të nxituar s'kam bërë. Nuk Xhibo nuk nxiton kurr. Asnjëherë. Never. Po që ti vëm kapakun kësaj. Tani jeni miq. Edhe i ndjek shumë pak vetë në Instagram. Unë kam shumë gjan. Edhe unë të kam gjan. Je shumë e mirë, sjellni frymë amerike këtu. Nuk e di se si arrin, je bukur e paraqitshme, je yll. Je shpirt shumë. Gjivo, edhe ti je shumë i mirë. U fajtuan domethënë. Jo, kështu kemi qenë. Të fajtuar keni qenë. Tani të rikthehemi edhe pak tek muzika sepse po i drejtojmë fundit, do shkoni në një do shkosh Vesa, më fal Gjivo. Doja këtu. Do shkoj te filmi atë në premiera. Që nuk është i ftuar, por ju niset një projekt, funksionoi shumë mirë, zërat ju kombinohen, njerëzit e pëlqyen. A keni në plan që të bëni diçka tjetër bashk apo tashmë për momentin do fokusoheni tek karriera tuaja solo, nëse keni në plan mund ta ndani me ne, pra një projekt të radhës. Sigurisht jam të punu në projektet e radhës, jam ma komerciale, po këto bona për qefi, edhe më ka pëlqyer shumë. Po e shijojmë një herë, po këshirojmë që shpo pritet hala ma shumë, që shpo rriten edhe klikimet e që shpo ec, apo e transmetoni ju hala, mos me na harru, apo na mbonin top list, edhe pastaj, kur e shohim që ju po insistoni me dëgjueshmërinë e këngës së parë, ne do bëjmë edhe të dytën. Ashtu dhe. Ç'është Gjibo? Me vetë ndërkohës atë. Oh, Nikos, ja zemrën. Do na bësh pak Vesa se e dashuroj atë refren. Po. A mundesh me mi fal gabimet e mia, sa t'kam dasht e nuk e dia. A mundesh për mu t'kalumën me haru,
se tani e shoh sa t'kam dasht edhe të du. A mundesh me mi fal dita nesër sa pa dal, sonte me fjet bashkë edhe mos me fol shumë fjal, me u përqafu forte me u puth ka dal, thikën me ma heqe dhe dhimbjen me manal, me u kthy si dikur, jo zemër ngur, mos me pas njani tjetrin armikën sy hal, atëherë që me zi pritshim me u taku, pa asni merak në truen telefon pa hiç val. A munesh mu betu në zot, se nuk ndjeve kur që pa mu jeton dot, se nuk i ma men kret fjalët që kena tham, dhe vene që jemi puth thathu si me qanë sot. A mundesh me mi fal gabimet të mia. Asaj kanë thënë mos këndon me Big Brother. Kush ka thënë mos këndo Big Brother? Kush e kupton? Prej eglës e deri. Gjibo, ti ke një projekt të radhës? Edhe pse kohët e fundit në fakt ke publikuar shumë këngë dhe ke qenë shumë aktiv në muzikë, kështu që besoj do kesh edhe diçka. Kam diçka, kam një projekt të radhës. Dje mora nga personi që do bashkëpunoja, po ja lej surprizë. Është bashkëpunim tjetër. Unë mezi pres album të plot, domethënë unë jam akoma se po i tregoja që para gjatë publicitetit që jam fan si kasetave, i vinilave, i edhe unë shumë bro, po ai marrin vesh, sigur ka thënë Kresha një fjalë të bukur, tha muzika, tha po kqyre s'po ngjohet. Sigur po duan me nuk po duan me një gjumë muzikën, domethënë edhe në momentin që ti nxjerr album, do vetëm po ta nxjesh me 10 videoklipe. Me videoklipe, po. Se un kam bë 8-9 projekte që kam dalë me klip. Kurse pa klip kam bë 4 projekte që janë Spotify, edhe në YouTube Music, edhe nuk ecin. Pse se duan klip që shikojnë. Kështu që duan të gjën. Duan të shikojnë sa lek ke hedh ke videoklipi, më ke bë, është vajzë e bukur, femër e bukur, a kene gjë me të, ça kanë. Në fundit i re pikë sa gjitha ishin tik. Muzika e bukur, po. Teksti bukur, po. Po ishte Gjibo dhe Vesa on point, kështu që me kë është goditje. Po. Zemër tik. Pik shumë për ju dhe shumë sukses do t'ju uroj të dyve. Shumë falënderime që ishit në radio. Dhe nga ju se në sjell perfekte kemi ndje atë dashurinë e respektin qysh momentin e parë që është sugjeruar si ide. Edhe unë personalisht jam i sigurt se dhe Vesa i kemi ndjem mbështetjen e Top Albania Radios. Po patjetër, shikoj. Edhe shumë faleminderit edhe ju dhe Top Albania Radios që paktën për veten time flas që kur bëj gjëra të bukura ma saportojnë, kam mbështetjen. Do jeni të mirëpritur gjithmonë tek adashët e tuve. Pardon my French, nuk e di a ke edhe ti stilin kështu si ne që mund të flasim lirshëm me kështu. Sot e kam bë me cenzurë. Jo, e kam pas në emision sot unë këto. I thash çfarë do bësh nesër? Ne kështu një fap kemi një fiqe për na shprishur që ku. Po ç'është kjo? Që të censurosh çik fjalën. Po, me cenzurë, po. Të censurosh çik fjalën. Po shikosh emisionin e parë, janë këta tërkohës që më shikojnë mua dhe thonë. Ta kanë pas një rosak dikur. E kemi prapë na e kanë prishur. E kanë përdorur emisionet e tjera. Sa konton. Ne kemi fonde për ta blerë. Do ta hedhim lekun të mërkurën tjetër. Shumë faleminderit që ishit këtu, shumë suksese në çdo projekt, jeni të mirëpritur dhe do ta mbyllim programin me një këngë nga Vesa, sepse në këtë pjesë u rikthyem me Gjibon kujdes mikrofonin dhe sigurisht që do të sjellim Asnjë si unë nga Vesa Smolica. Ne do dëgjohemi të mërkurën tjetër. Ciao ciao.